Vetëm me 82 votat e nevojshme, shumica socialiste në kuvend i thajon përfundimtare kërkesës së strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për autorizimin e arrestimit të deputetes dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Vetë protagonistja e kësaj seance, Balluku, zgjohet mos ishte e pranishme në sallën e parlamentit gjatë debatit për votim, ndërkohë kryeministri Edi Rama qëndroi në sallë deri në momentin e votimit. Seanca u shënua edhe në mungesa dhe qëndrime të ndryshme brenda rallëve të socialistëve. Karrike lën bosh nga ish kryetaria e parlamentit Eliza Spiropali, e cila bojkotoi pjesëmarrjen në këtë seancë, u interpretua si një shenjë përplasjeje me Ballukun dhe një thyerje e vendimit politik të grupit socialist. Po ashtu munguan edhe deputetët Fatmir Xhafaj dhe Blendi Gonxha, të cilët ndodheshin jashtë vendit. Në mungesë të gazmen të bardhë dhe të raportin e opozitës në favor të dhënies së autorizimit për arrestim, e lexoi deputeti Oerd Bilugbashi, ndërsa raportin kundërshtues në emër të shumicës e paraqiti ish ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Seanca u shoqërua dhe me tensione në sallë. Bllokimi i foltores nga deputetët demokratë detyroi socialistët të aktivizojnë atë që njihet si mekanizmi i zhbllokimit, i përdorur për të vijuar procedurat parlamentare lidhur me emrin e deputetit Taulant Balla. Gjykatës posaçme